Mirë se erdhët në Astir, zoti kryeministër. Kjo sot më është një arritje, nuk e di, historike për lagjen, për gjithë të zonën e lagjës 14 që është krijuar, sepse që përpara 10 vitesh shqetësimi kryesor ka qenë që ish-komunat nuk kishin kurrë planifikuar objekte arsimore. Më në fund, ne kemi mundësi që të hapim themelet për herë të parë për shkollën e parë të lagjës 14 të zonës së Astirit për gjithë banorët. Nuk ka pasur asnjë objekt të kësaj zone, gjithë kjo lagje është lagje e re, siç ju e dini, ka qenë pjesë e planifikimit të komunës dhe komuna vetëm ka bërë planifikim ndërtesash dhe rrugësh, po nuk ka bërë asnjë lloj objekti të shërbimeve publike, as qendra shëndetësore, as kopshte, as qerde. Ajo shkollë që ne shohim sot është sipas moduleve që ne kemi për shkollat e reja, ku e maksimizojmë hapësirën për të pasur sa më shumë klasa dhe kapacitet. Kjo planifikohet të jetë për 900 nxënës të ciklet 9 vjeçar. Dhe nga ana tjetër e rrugës pastaj do të jetë edhe kopshti dhe qerdhja për më shumë se 250 fëmijë. Duke i pasur 2 klasa qerdhesh edhe 4 klasa kopshti. Nga ana tjetër. Kemi dhe modelet e 2 shkollave të tjera që do të vazhdojnë më tej në Yzberisht për shkollë të mesme dhe 8 vjeçare. Me njëjtat kapacitete. Shkolla mesme është për 600 nxënës të shkollës mesme, shkollat 8 vjeçare, 9 vjeçare për 900 dhe pastaj njësoj qerdhja dhe kopshti në objektin e shkollës 9 vjeçare që do t'i shërbejnë prapë zonës së Yzberishtit. Kështu që nga hiç mendojmë që kemi ca objekte shumë të mira që janë këtu, që do të lehtësojnë edhe peshën e shkollave pastaj që janë afër, John Kennedy që është tek thesa e Kamzës edhe e Laprakës, edhe pastaj shkollave të kombinatit që gjithashtu ka qenë mbi ngarkuara për shkak të kësaj. Mirë se erdhët. Ministre, po i thosha kryeministrit se si nuk kemi pasur asnjë hapësirë në gjithë të zonë për shkolla dhe për kopshe fizike, për shkak planifikimit që më përpara, dhe kjo ka qenë kërkesa e të gjithëve. Po, edhe kur kemi qenë në Ogertën para ca ditësh këtu. Kërkesa aty është. Kjo ishte kërkesa, por aty ju thash që do ta fillojmë së shpejti, ndërkohë që i siguroj që do shohim edhe për pika të tjera, jo vetëm këtu, por kudo në Tiranë ku për shkak të turjeve të reja dhe për shkak të ndërtimeve të reja ka nevojë për kopshte dhe qerdhe, edhe duhet të ecim atë që kemi folë me një plan të ri për vendosjen e objekteve arsimore për Tiranën, që të shoqërohet edhe me shponsime ose me partneritete për marrë lejen e ndërtimit që të lëshojnë territor për shkollën. Ndërkohë që për qerdhet duhet ta vazhdojmë atë që prapësirë me qyra. Po. Përdorur ju për të marrë hapësira të brendshme në godina për qerdhet dhe besoj që për qerdhet mund të bëjnë gjë shumë bukur me atë variantë. Do të janë 900 zonës, kryesisht në gjithë ciklin e arsimit 9 vjeçar, por do kemi edhe 2 klasa parashkollore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe sepse gjithë ato nxënës apo fëmijët vegjël të cilët duhet shkojnë në kopësht edhe më pa mundësi, mund të kapin ciklin parashkollor dhe më pas të integrohen direkt këtu. Do të kemi edhe klasën burimore për nxënësit me aftësi ndryshe. Tashmë jemi duke e përfshirë në të gjitha shkollat si një standard të vendosur, duke qenë se kemi edhe mësuese ndihmës. Ndërkohë që sa i përket stafit mësimor, tashmë edhe me reduktimin e shkollave me dy turne, që Bashkia e Tiranës ka bërë punë shumë të mirë dhe ne kemi reduktuar me 57% shkollat me dy turne, kanë mbetur dhe 25 shkolla, të cilat me rritjen e kapaciteteve shkollat e reja, 5 janë në ndërtim, pra ku kemi edhe zgjerim kapacitetesh, besojmë që do t'i eliminojmë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Kjo është një premtim i mbajtur dhe gjithë komuniteti i Astirit është shumë i kënaqur me këtë realizimin e këtij investimi, ndërkohë që do të kemi edhe shkollën 9 vjeçare, shkollën e mesme në Kashar, dhe që është afër. Edhe kjo e lehtëson shumë, sidomos shkollat e njësisë 5 për ato të selitës, të cilët sot frekuentohen nga fëmijët e këtyre zonave, dhe kemi edhe shkollën Poljakova në njësinë 11, pra bëhet një shpërndarje diseminim shumë e mirë në gjithë komplekseve arsimore. Shumë mirë.